E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi këtë herë për të komentuar pak Brikenën edhe Mateon. Ju e dini shumë bukur që ditën e sotme, brenda shtëpisë së Big Brotherit, mbriti një dron i bukur. Një dron që në fakt simbolizonte dashuri. Një dron që ishte një mesazh nga publiku ashtu siç ne e kërkuam ditën e djeshme që publiku të jetë më afër këtij çiftit. Do me thënë, Brikena dhe Mateo, sidomos Mateo u qesh shumë sepse Mateo vërtet e don dhe e ka në shpirt Brikenën, saqë arriti ta kupton që publiku i dëshiron me patjetër që të jenë çift, por Brikena siç duket është pak e stepur në këtë marrëdhënie dhe nuk është se akoma jep ato lëvizjet e para. Mateo e shijoi pafund këtë lëvizje, këtë dron që mbriti në shtëpinë e Big Brotherit, ndërsa Brikena ishte pak më e ftohtë, ishte pak më e stepur, ishte pak më e tërhequr dhe normalisht kjo gjë krijoi dhe dinamikën tek banorët. Por me lëvizjet e 2 ditëve të fundit, që Brikena kërkon domethënë të luftojë vetme brenda shtëpisë së Big Brotherit, nuk toleron Mateon në asnjë mënyrë që të bëhet pjesë e debateve të saj, e lojës së saj, sepse ndoshta mendon që përfiton Mateo nga loja e saj. Nuk toleron që Mateo të kalojë limite sipas Brikenës, do me thënë limite të lojës, nuk toleron në asnjë mënyrë dhe me patjetër që Mateo rin pak më i tërhequr, pak më i stepur, gjë që në fakt ja tha dhe natën e mbrëmshme, teksa po bisedonin te këndi Lori Kafes, Mateo i tha që unë kërkova prej teje një moment njohje, doja të njoh dhe dëshiroja të marr një të gjelbërt prej teje, por siç duket Brikena është akoma e stepur dhe dëshiron që t'i falë më shumë kohë Mateos. Unë jam i bindur që Mateo dhe Brikena do të arrijnë të finalizojnë një diçka, nuk do të them martesë brenda shtëpisë së Big Brotherit, mund të jenë çifti improvisuar që të bëhet dasma, ajo nuk është as pak problem, por që do të arrijnë të japin një përqafim të ngrohtë, që do të arrijnë ta besojnë njëri tjetrin me shumë dashuri, për këtë jam jashtëzakonisht i bindur që do të bëhet. Brikena hecën me hapa shumë të avashtë, edhe pse do me thënë po komentohet që Brikena nuk zgjodhi Mateon, por zgjodhi Bolin, Brikena nuk i jep asnjë lloj shikimi Mateos, por është e kundërta. Brikena gjithmonë kur pozicionohet në një vend shikon gjithçka lëvizjet e Mateos, mendoj që thjesht dëshiron që të bindet më shumë, sepse edhe natën e mbrëmshme i tha që më vërteto, më bind që ti je i sinqert në këtë gjë që dëshiron të bësh dhe unë me patjetër që do të duartrokas këtë dashuri dhe do të jemi bashkë. Domethënë Brikena thjesht po përfiton në kohë dhe dëshiron që këtë veprimin apo këtë lëvizjen apo këtë përqafimin apo këtë ngrohtësinë Mateos t'ia jep në një afat kohor kur ajo është vërtet e bindur brenda, domethënë brenda shpirtërisht është e bindur. Tani është e lodhshme si karakter, po është e lodhshme sepse vet format e jetës, vet gjërat në jetë që i kanë ardhur Brikenës e kanë mësuar që t'jetë e ktill, do me thënë është ndërtuar një mis, është krijuar një mis dhe jeton jetën e një misit, që me gjithë të drejtën duhet ta duartrokasim pse jo, por që do me thënë Brikena lufton që ta bëj për vete dhe ajo Mateon edhe më shumë, këtë e ka në dorë. Sepse unë mendoj që Brikena e pëlqen Mateon, e ndjen Mateon dhe Brikena do të shkon më shumë për te i kësaj gjëje. Do të thënë ajo do ta ketë Mateon më shumë se sa në një lidhje dashurie. Unë mendoj që komente që jepen për Brikenën në këtë pikë të situatës janë komente të shpejta, le të lëm të rrjedh koha, le të lëm që të dy të argëtohen, sepse Brikena derisa e përndjekën me shikime, i bie që ka pëlqyeshmëri për Mateon, por nuk e hedhën dot hapin.